është vetëm një sajesë politike e cila përpiqet luaj me tragjedin. Prandaj, që në fillim të ngjarjes, kam dhënë dorëheqjen si pjesë e një përgjegjësie morale dhe kam dorëzuar imunitetin pa hezitim për t'i hapur rrugë drejtësisë që të bëj hetim të plot të përgjegjësive të gjithë strukturat Ministrisë Mbrojtjes, përfshi edhe përgjegjësinë e ministrit. Prokuroria dhe SPAK më kanë hetuar mua dhe familjarët e mi, edhe për çështje private shëndetësore në çdo aspekt, në çdo veprim, brenda dhe jashtë Shqipërisë, 360 gradë, por vetë prokuroria ka provuar në mënyrë përfundimtare se unë nuk kam qenë i përfshirë në asnjë akt korrupsioni, prandaj prokuroria më ka akuzuar dhe unë nuk po gjykohem për korrupsion, por për shpërdorim detyre. Në provat shkresore të paraqitura nga vetë SPAK-u në gjykatë, prova 41 fashikulli 91-92, është deklaruar qartë se nuk ekziston asnjë lidhje apo transakcion dhe përfitimi Fatmir Mediut nga kompania SAK apo firma Albademil. Po ashtu gjykata dhe prokuroria në datën 6/4/2023 kanë marrë vendim në këtë proces gjyqësor se akuza ndaj meje nuk ka asnjë lidhje me shpërtimin Gërdec dhe pasojat e tij.